Josefin Marku dhe Loredana Brati ishin ndër çiftet më të përfolura të edicionit të fundit të Big Brother VIP Albania. Marrëdhënia e tyre brenda shtëpisë u karakterizua nga ndarje, ribashkime, emocione të forta dhe situata të papritura që mbajtën vëmendjen e publikut të ngjitur pas tyre. Edhe pse reality show ka përfunduar prej disa javësh, interesimi për dinamikën e këtij çifti nuk është zbehur. Të dy ish-banorët kanë lënë të kuptohet se nuk i kanë vënë kufi marrëdhënies së tyre dhe po i lënë gjërat të rrjedhin natyrshëm. Në rrjetet sociale po qarkullon së fundmi një video që ka nxitur sërish spekulime. Në pamjet e publikuara, Josefin Marku shihet duke performuar në një nga klubet e Tiranës, ku papritur një vajzë ngjitet në skenë dhe e përgjafon atë ngrohtësisht. Të dy shkëmbejnë disa fjalë dhe buzëqeshje, ndërsa të pranishmit reagojnë me brohorima.